E vrava me thikën që kishte vetë për vetë mbrojtje, nuk ishte arma ime. Kërkova të mbaj qetësi në lokal pasi kishte edhe klientë të tjerë. Turistët ishin në efektin e alkoolit. Kështu raportohet të ketë dëshmuar parahetuesve Sokrat Vata, 29 vjeç, nga Hasi që vrau në Oksamil turistin portugez 20 vjeçar. Syri televizion mëson disa detaje rreth dinamikës së ngjarjes dhe rolit të personave që u prangosën apo u shpallën në kërkim pas krimit. Ejani në Principotes, disa turistë po zihen, ka edhe të plagosur. Kjo ka qenë telefonata që zgjoi policinë e Vlorës dhe të Sarandës në orën 5:15 minuta të mëngjesit të 18 gushtit, ku vra 20 vjeçari portugez Luis Miguel Varel Mendez. Telefonata sipas burimeve nga grupi hetimor është bërë nga një djalë që po performonte si DJ atë natë. Policia njoftoi arrestimin e 11 personave për ngjarjen, mes tyre 3 shtetas në uniformë dhe shpallin në kërkim 2 të tjerë. Mësohet se Mendes, që përshkruhet si shtat lart nga të pranishmit dhe hetuesit, ka debatuar me disa prej klientëve për një vajzë, ku i pari që ka ndërhyrë ka qenë shqiptaro britaniku, njohje e pronarit të lokalit, David Gjana, që posedonte edhe mbiemrin Gjana, që rezulton lidhje familjare me pronarit të lokalit, qëllon me grushta dhe situata ka agravuar me përfshirjen e disa personave që merrin pagesa si turproje apo staf shërbimi në lokal, të cilët kanë ndërhyrë, ku më aktivi ka qenë Sokrat Vata, që përdorte edhe mbiemrin Lipan. Ky fundit bashkë me Gjanën akuzon për vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim. Ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë që ndihmoi grupin hetimor të dilte edhe në konkluzione paraprake. Sherri fizik zhvendoset në zonën e plazhit, aty ku Vata tërheq Mendes dhe e qellon me thik 20 vjeçarin disa herë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Trupi gjendet nga policia në shezllon. I pranishëm dyshohet të ketë qenë edhe pronari i lokalit Bekim Bulica, që është shpallur në kërkim, i cili pas ngjarjes është larguar duke mos kallëzuar në autoritetet përkatëse. Në momentin e krimit në lokalin Principote kanë qenë në rolin e bodyguardëve shtetasit Miosit Matushaj, punonjës i policisë së kufirit Gjirokastër, Luciano Seferi, punonjës i Burgut të Fierit, Romeo Shehu, punonjës i policisë bashkiake e Gjirokastër dhe Kristi Koshi, që të gjithë tashmë në pranga. Ata kanë patur rolin e sigurisë dhe nuk kanë ndërhyrë për parandalimin e ngjarjes, thot policia, si dhe nuk kanë njoftuar autoritetin e policisë së shtetit. Madje Matushaj dyshohet se ka larguar Vatën me makinën e tij deri në qendër të Oksamilit, ku është dorëzuar 2 shtetasve turq për t'u dërguar drejt Tiranës dhe vetë të rikthehet në vendin e ngjarjes. Sipas policisë, edhe kamarierët e lokalit Sergio Selimi, Ervis Bunci, Murat Xhabina dhe Ildi Cekani janë përfshirë në konflikt duke goditur me grusht 20 vjeçarin para se të godiste me mjet prerësh shtetasi Sokrat Vata dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Për këtë fakt ata u arrestuan me akuzën e mos kallëzimit të krimit, pasi krimi pati pasojën e një jete të humbur dhe disa të lënduar lehtë, një pjesë e tyre marrin arratin. Policia kishte sinjalizime se Sokrat Vata mund të ishte larguar drejt Tiranës me pronarin e lokalit, por informacioni rezultoi jo i vërtet, teksa kontrolli me imtësi çdo mjeti zbuloi këtë automjet, që drejtohej nga shtetësja Ezgi Perlak, 31 vjeç, dhe pasager në të ishte shtetasi Nuh Mahmutoglu, 38 vjeç, që të 2 shtetas turq. Policia kontrolloi bagazhin e mjetit, ku poshtë një valigjeje fshihej ai që kërkohej, Hasjani me rekorde kriminale në Britaninë e Madhe, Sokrat Vata, i dyshuari kryesor për vrasjen në Oksamil. Policia i arreston të 3 këta shtetas, ku turqit akuzohen për përkraje të autorit të krimit. Ata kanë pretenduar në dëshminë paraprake se e kanë mik 29 vjeçarin dhe e frekuentojnë prej kohësh Principotes. Madje të riun e kishin paguar disa herë si truproj personale. Ata u shprehen se nuk kishin dieni që portugezi ishte vrarë, e për më tepër që Sokrati të ishte autori, por policia i mori me rezerva këtë deklarime. Sa kohë e fshehen në bagazhin e automjetit mikun e tyre. Në lokalin Principotes, në momentin e krimit kanë qenë edhe shoqërues të viktimës që kanë deklaruar se nuk kanë kuptuar asgjë, madje nuk e kanë parë momentin e vrasjes dhe e kanë mësuar kur kanë bërritur policia.